shefi milioner ishte e pamundur ta doje. I distancuar, i fort siguri. Derisa erdhi praktikantja dhe e puthi. Diçka doli jashtë kontrollit. Shkruani më poshtë se çfarë ndjek deri tani. Dhe mos harroni të abonoheni, kjo histori do t'ju prek. Tirana kishte zakon t'i gëlltiste njerëzit. Jo në mënyrë mizore apo të dhunshme, por me indiferencën tipike të atij që ka parë kaq shumë njerëz të vinë e të ikin, saqë nuk i bënte më përshtypje asgjë. Mes miliona fytyrave që përshkonin sheshin Skënderbej çdo ditë, pak prej tyre linin gjurmë. Pak mbaheshin mend. Dhe shumë pak shkaktonin frikë vetëm me ekzistencën e tyre. Dardan Berisha ishte një nga këta shumë të paktë. Në moshën 38 vjeçare, ai drejtonte Berisha Holding, një konglomerat që përfshinte investime në teknologji, infrastrukturë dhe tregun financiar. Godina e pasqyruar me 22 kate ndodhej në zemër të qytetit, madhështore si një fortesë prej xhami dhe çeliku. Brenda saj, gjithçka funksiononte me saktësi kirurgjikale. Raporte të dorëzuara në afat. Mbledhje që nuk e kalonin kohën e caktuar. Punonjes që e dinin saktësisht ku të shkelnin dhe ku të mos guxonin kurrë. Dhe në maj të gjithçkaje, i izoluar në katin e 22, ishte ai. Dardani nuk ishte thjesht pronari. Ishte ligji. Zëri që vendoste fatet me një fjali të vetme. Vështrimi që priste shpresat pa pasur nevojë të thoshte asgjë. Kishte nga ata që thoshin se ai kishte lindur i tillë, i ftohtë dhe llogaritës, i paftë të ndjente atë që ndjenin njerëzit e zakonshëm. Të tjerë mendonin se diçka e kishte transformuar, se pas atij parsmoreje fshihej një burr që dikur kishte qenë ndryshe. Por askush nuk e dinte me siguri. Dhe askush nuk guxonte të pyeste. Brenda kompanisë e quanin ceoja i pamundur. Gjithmonë pas shpine, sigurisht. Sepse përballë, askush nuk kishte guxim. Arrogant, thoshin. I padepërtueshëm. I vetmuar. I paftë të tregonte ndjeshmëri apo qoftë edhe të njëjtë njerëzoren të të tjerët. Prania e tij mbyllte gojën e sallave të tëra. Kur ai hynte në një mbledhje, bisedat vdisnin. Kur zëri i tij jehonte nëpër korridore, hapat shpejtoheshin. Kur ai fiksonte vështrimin të dikush, personi ndihej sikur po e analizonin, vlerësonin dhe hidhnin poshtë brenda pak sekondash. Asnjë sekretare nuk zgjaste më shumë se 2 muaj. Asistentët kërkonin transferim para se të përfundonin raportin e parë të plotë. Praktikantët shmangnin të hasnin me të në korridore, duke ndryshuar rrugë, duke bërë sikur shihnin celularin, çdo gjë për të mos u përballur me të. Të gjitha ato që u përpoqën ta magjepsnin me buzëqeshje të llogaritura apo komplimente të zgjedhura mirë, hoqën dorë. Ose u hodhën poshtë. Ai nuk linte hapësirë. Nuk linte shteg. Nuk jepte shpresë. Dhe kështu Dardan Berisha jetonte. I vetëm në maj, i paprekshëm, i parritshëm, i mbështjell nga një vetmi që ai vetë e kultivonte si të kujdesej për një kopsht helmues. Deri atë mëngjes të hënë. Elira Kola u zgjua me stomakun të lidhur nyje. Nuk ishte nervozizmi i zakonshëm i ditës së parë të punës. Ishte një përzierje zemërimi, zhgënjimi dhe lodhjeje që ishte grumbulluar prej javësh. Ajo nuk donte të ishte aty. Nuk e donte atë praktik. Nuk donte të vishte rroba zyre dhe të bënte sikur gjithçka ishte në rregull, kur në të vërtetë gjithçka po shembej. 3 muaj më parë, Elira ishte gati të fillonte në një studio të njohur arkitekture, ku më në fund do të mund të zbatonte gjithçka që kishte studiuar. 5 vjet fakultet, 2 vjet praktik vullnetare, net të panumërta pa gjumë. Të gjitha për të arritur aty. Por pastaj, në javën e fundit para se të nënshkruante kontratën, vendi i punës u tërhoq. Pa shpjegim të qartë. Pa justifikim të arsyeshëm. Vetëm një telefonat e ftohtë dhe një kërkesë faljeje formale. Disa ditë më vonë, ajo zbuloi të vërtetën. Një kolege fakulteti, dikush të cilit i besonte, kishte kontaktuar studion dhe kishte mbjellë gënjeshtra për performancën e saj, etikën e saj, aftësinë e saj. Të gjitha sepse Elira ishte zgjedhur dhe ajo jo. Tradhtia i dhemte më shumë se humbja e vendit të punës. Dhe kur Elira u përpoq të mbrojej, ishte tashmë tepër vonë. Vendimi ishte marrë. Vendi i zënë nga dikush tjetër. Pastaj erdhi goditja e fundit.
Arbeni, i dashuri prej 2 vitesh, burri që thoshte se e donte, që fliste për të ndërtuar një të ardhme së bashku, e la. Pa paralajmërim. Pa bisedë. Vetëm një mesazh i shkurtër, frikacak, që thoshte se duhej të ecte përpara. Elira zbuloi përmes internetit se ai ishte tashmë me një tjetër. Dhe më e keqja se kishte qenë gjithmonë. Aty u shemb gjithçka. Elira kaloi javë të tëra e mbyllur në apartamentin që ndante me motrën e saj më të madhe, Besën, pranë liçenit artificial. Qau derisa nuk kishte më lodh. Vuri në dyshim gjithçka. Aftësinë e saj, zgjedhjet e saj, vlerën e saj. Besa u përpoq ta ndihmonte, por Elira ishte zhytur tepër thellë për të dëgjuar. Derisa parat filluan të mbaronin. Dhe realiteti i trokiti në derë. I duhej punë. Çfarëdo pune. Kështu pranoi praktikën në Berisha Holding. Nuk ishte fusha e saj. Nuk ishte ajo që ëndërronte. Por paguhej. Dhe për momentin, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Kur mori telefonatën që konfirmonte punësimin e saj në sektorin administrativ, Elira nuk ndjeu gëzim. Ndjeu lehtësim. Lloji i lehtësimit të hidhur të atij që e di se thjesht po mbijeton. Dhe tani, atë të hënë, ajo ishte gati të hynte në një vend që nuk e donte. Në një punë që nuk e dëshironte. Në një jetë që nuk e njihte më si të sajën. Godina e Berisha Holding ishte edhe më frikësuese personalisht. Elira ngjiti shkallët e hyrjes kryesore, kaloi nëpër dyert rrotulluese prej xhami dhe u prit nga një hall i pamas, i gjithë i veshur me mermer të bardhë dhe detaje të arta. Në qendër ishte një recepcion rrethor, ku 3 recepcioniste të veshura në mënyrë të përsosur u përgjigjeshin telefonatave dhe orientonin vizitorët. Gjithçka aty bërtiste sukses, pushtet, para. Dhe Elira u ndje e vogël. Ajo u prezantua, mori një kartë identiteti të përkohshme dhe u udhëzua të ngjitej në katin e 11, ku ndodhej departamenti administrativ. Në ashensor, vetëm, pa reflektimin e saj në pasqyrë. Bluzë e bardhë, pantallona të zeza, flokë gështenjë të lidhur në një topuz të thjeshtë. U përpoq të buzëqeshte, por buzëqeshja nuk e bindi as veten. Dyert u hapën. Elira mori frym thellë dhe doli. Kati i 11 ishte një labirint kabinash, sallash mbledhjesh dhe korridoresh të gjata. Gjithçka shumë e organizuar, shumë e pastër, shumë e heshtur. Njerëzit punonin të përqendruar, me kufje ose të përkulur mbi tabela. Askush nuk e pa. Askush nuk e përshëndeti. Elira eci derisa gjeti zyrën e koordinatorit, një burr rreth të 50-tave i quajtur Gëzim, i cili e priti me një shtrëngim dore të fortë dhe një buzëqeshje profesionale. Ai i shpjegoi shpejt detyrat e saj, i dha një dosje me dokumente dhe e çoi te vendi i saj i punës, një kabinë në cep të sallës, pranë një dritareje që shihte qytetin gri jashtë. Elira e falenderoi, u ul dhe ndezi kompjuterin. Dhe kështu filloi dita e saj e parë. Orët kaluan ngadalë. Elira organizoi dosje, ju përgjigj emaileve, plotësoi raporte bazë. Asgjë që kërkonte kreativitet apo pasion. Vetëm detyra mekanike, përsëritse, që e bënin të ndihej si një pjesë në një ingranazh gjigant. Në mesditë, kur koordinatori dha leje për pushimin e drekës, Elira mori çantën dhe doli. Nuk donte të hante në mensën e kompanisë. Nuk donte të detyronte biseda me njerëz që nuk i njihte. Nuk donte të bënte sikur gjithçka ishte në rregull. Kështu që eci nëpër rrugët e qendrës derisa gjeti një kafene të vogël, të fshehur mes 2 ndërtesave tregtare. Vendi ishte i thjeshtë, me tavolina druri, karrige të ndryshme dhe një aromë ngushëlluese buke të freskët dhe kafeje të filtruar. Kishte pak njerëz. Perfekte. Elira porositi një kafe me qumësht dhe një byrek me djath, u ul në një cep pranë dritares dhe më në fund lejoi që supet t'i relaksoheshin. Aty, larg vështrimeve korporative, larg pritshmërive, ajo mund të ishte thjesht vetvetja. E lodhur. E lënduar. E humbur. Dhe ishte aty, në atë moment dobësie, që gjithçka filloi të ndryshonte. Ajo nuk e vuri re se dikush ishte ulur pak metra larg. Një burr i vetëm, në një tavolinë të mbështetur pas murit përballë, i fshehur pas një libri të hapur dhe një filxhani kafeje që tymoste. Ai ishte aty para se ajo të arrinte. Dhe qëndroi aty edhe pasi ajo u ul. Elira pshertiu thellë, lëvizi celularin për disa minuta dhe pastaj, sikur të mos duronte më, filloi të fliste me vete.
Ullët, pothuajse në një pëshpërim, por mjaftueshëm lart për të dëgjuar nga kushto që po I kushtonte vëmendje. Foli për vendin e punës së humbur, për tradhtinë e koleges, për arbenin dhe gënjeshtrën që ishte lidhja e tyre, për ndjesinë e të qenit në det të hapur, pa drejtim, pa qëllim, për pranimin e një pune që nuk e donte vetëm për të mos u fundosur plotësisht, për frikën se nuk do të ishte më kur ajo që ishte më parë, për vetmin që dhemte më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo nuk priste përgjigje. Nuk po fliste me askën. Ishte thjesht një shfryrje e papërpunuar, e sinqert, e dhimbshme, e hedhur në zbrazëtinë e një kafeneje çfarëdo në mes të Tiranës. Por dikush e dëgjoi. Ulur pak metra larg, I fshehur pas një libri që nuk e lexonte më prej minutash, Dardan Berisha dëgjoi çdo fjalë. Ai kishte dalë nga kompania më herët atë ditë, diçka e rrallë, dhe kishte vendosur të ndalonte në atë kafene që e frekuentonte në heshtje prej vitesh. Ishte I vetmi vend ku askush nuk e njihte, ku askush nuk e shqetësonte, ku mund të ekzistonte thjesht pa maskën e ceos së pamundur. Dhe pastaj dëgjoi zërin e saj. Nuk ishte toni I dikujt që kërkonte mëshirë. Ishte toni I dikujt që ishte I raskapitur nga të bërit sikur ishte I fortë. Dhe diçka në atë e preku. Diçka që ai nuk e priste. Diçka që bëri që parsmorja që mbante prej kaq shumë kohësh të fillonte të kriset. Dardani uli librin ngadalë, por nuk e pa drejt për drejt atë. Vetëm e vëzhgoi kalimthi. Flokë gështenjë të lidhur, sy të lodhur, duar që dridheshin lehtë duke mbajtur filxhanin. Ajo dukej në prag të shembjes. Dhe ai, në mënyrë të pashpjegueshme, ndjeu dëshirën të bënte diçka që nuk e bënte kurrë. Të ndihmonte. Por nuk bëri asgjë. Vetëm qëndroi aty, duke dëgjuar në heshtje, duke thithur çdo fjalë si dikush që ruan sekrete që nuk I përkasin. Dhe kur ajo më në fund u ngrit, pagoi faturën dhe doli, Dardani vazhdoi të qëndronte ulur. I palvizshëm. I menduar. I shqetësuar. Ai nuk e dinte emrin e saj. Nuk e dinte kush ishte. Por e dinte se diçka kishte ndryshuar. Brenda tij. Pa leje. Pa logjik. Pa kontroll. Në ditët në vijim, Elira u zhyt në rutinën e praktikës. Arrinte herët, kryente detyrat e saj, dilte në orar. Nuk bënte miqësi. Nuk merrte pjesë në bisedat të makina e kafes. Nuk përpiqej t'i bënte përshtypje askujt. Ishte aty për detyrim, jo për dëshirë. Dhe të gjithë e vinin re. Por diçka e çuditshme filloi të ndodhte. Gjëra të vogla. Pothuajse të padukshme. Koordinatori gëzim filloi ta lavdëronte më shpesh. Kolegët që më pare injoronin, filluan ta përshëndesnin në korridore. Një nga menaxherët I kërkoi mendimin për një raport, diçka e pazakontë për praktikantët. Dhe në të gjitha këto situata, Elira ndjej sikur kishte një prani të padukshme që I lehtësonte rrugën. Ajo nuk e kuptonte. Dhe nuk kishte kohë të pyeste. Vetëm vazhdonte. Deri të enjten e asaj jave. Elira po kalonte në korridorin e katit të 12, ku kishte shkuar për të marrë dokumente, kur u përplas me dik. Fjalë për fjalë. Ajo po vinte e shpërqendruar, duke parë dosjen me letra në duar, dhe nuk e pa burrin që vinte në drejtim të kundërt. Përplasja ishte e lehtë, por e mjaftueshme që ajo të pengohej. Para se të binte, një dorë e fortë I kapi krahun. Një tjetër, belin. Elira ngriti fytyrën, gati për të kërkuar falje, dhe ngriu. Sytë që e shikonin ishin të errët, të thellë, depërtues. Fytyra ishte këndore, serioze, e shënuar nga një shprehje që dukej e gdhendur në gur. Kostumi ishte I përsosur, I zi, me një kravat gri të lidhur në mënyrë perfekte. Dhe heshtja që u vendos mes tyre ishte shurdhuese. Ajo nuk e dinte kush ishte ai. Por të gjithë përreth e dinin. Dhe ndaluan. Ngrin. Vëzhguan. Dardan Berisha po mbante praktikantën e re. Dhe nuk po e lëshonte. Ai e shikoi për një sekond, 2, 3. Sikur po përpiqej të kuptonte diçka. Sikur po njihte diçka. Dhe pastaj, më në fund, e liroi shtrëngimin dhe bëri një hap prapa. Asnjë fjalë nuk u tha. Ai vetëm tundi lehtë kokën, një gjest minimal, pothuajse I padukshëm, dhe vazhdoi rrugën në korridor.
duke e lënë atë aty të ndalur me zemrën që i rrite fort dhe mendjen të turbulluar. Punonisit përreth ju kthyen normalitetit sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por Elira e dinte se diçka kishte ndodhur. Vetëm nuk e dinte se çfarë. Kur u kthye në kabinën e saj, një kolege e quajtur Teuta, që punonte prej 3 vitesh në kompani, ju afrua me sy të zgurdulluar. Ti e di kush ishte ai, apo jo, e pyeti me zë të ulët, pothuajse me nderim. Elira tundi kokën, ende duke procesuar. Dardan Berisha. Pronari i gjithë kësaj. Ceoja. Teuta bëri një pauzë, sikur po zgjidhte fjalët me kujdes. Ai kur nuk flet me askën. Kur nuk prek askën. Dhe ti sapo u përplase me të dhe ai të mbajti. Elira ndjeu stomakun ti përdridhej. Jo nga frika, por nga diçka që nuk arrinte ta emërtonte. Atë natë, vetëm në apartament, ndërsa Besa punonte në turnin e natës si infermiere, Elira nuk mund të ndalonte së menduari. Për prekjen e fortë, për vështrimin e thellë, për ndjesinë e çuditshme se ai burr, Ceoja i pamundur, e kishte njohur. Por kjo ishte e pamundur. Ata nuk ishin parë kur më parë. Apo mos ishin parë. Elira mbylli sytë dhe u përpoq të kujtohej. Për kafen. Për njerëzit përreth. A kishte dikush? Dikush që mund ta kishte dëgjuar? Ajo tundi kokën. Po bëhej paranojake. Duhej të ishte kështu. Por thellë, një pjesë e saj e dinte se diçka do të ndodhte. Diçka e pashmangshme. Diçka që do të ndryshonte gjithçka. Dhe kishte të drejtë. Të hënën pasardhëse, Elira arriti në punë dhe gjeti një thirrje në tavolinën e saj. Një mbledhje. Në katin e 22. Me Ceon. Emri i saj ishte shkruar me dorë në letër. Dhe poshtë, vetëm një orë. 10 e mëngjesit. Teuta gati sa nuk i ra të fikët kur e mori vesh. Kjo nuk është normale. Ai kur nuk i thërret praktikantët. Kur? Çfarë ke bërë? Elira nuk kishte përgjigje. Vetëm frikë. Dhe një kuriozitet të rrezikshëm që po fillonte të rritej. Kur ora shënoi 9:50, ajo hyri në ashensor, shtypi butonin e katit të 22 dhe u ngjit. Vetëm. Me zemrën që i rrite aq fort sa dukej se jehonte nëpër muret e pasqyruara. Dyert u hapën. Dhe ajo që pa e la pa frym. Kati i 22 nuk ishte si të tjerët. Nuk kishte kabina. Nuk kishte njerëz. Vetëm një korridor i gjatë, i heshtur, me dysheme druri të errët dhe mure të veshura me lëkurë. Në fund, një derë e 2 fisht prej xhamit të turbull. Dhe pas saj, zyra e Dardan Berishës. Elira eci ngadalë, çdo hap jehonte në heshtje. Ndaloi para derës. Mori frym thellë. Dhe trokiti. Hyr, tha një zë nga ana tjetër. I thellë. I fortë. I pagabueshëm. Ajo hapi derën dhe hyri. Zyra ishte e pamas. Dritare nga dyshemeja në tavan ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Një tavolinë gjigante prej xhami zinte qendrën, e rrethuar nga karrige lëkure të zeza. Raftet plot me libra dhe trofe mbulonin një nga muret. Dhe në qendër të gjithçkaje, në këmbë, me duart në xhepa dhe vështrimin të fiksuar tek ajo, ishte ai. Dardan Berisha. Mbyll derën, tha ai. Elira u bind, duke ndjer këmbët t'i dridheshin. Ai nuk lëvizi. Vetëm e vëzhgoi, sikur po studionte çdo detaj, çdo reagim. Dhe pastaj, më në fund, foli. Isha në atë kafene. Atë të hënë. Kur fole me vete. Bota e Elirës ndaloi. Dëgjova gjithçka. Ajo ndjeu fytyrën ti digjej. Turpi, zemërimi, frika, të gjitha erdhen menjëherë. Pse më solle këtu, arriti të pyeste, zëri i dilte i dridhur. Dardani bëri një hap përpara. Vetëm një. Por ishte e mjaftueshme që distanca mes tyre të dukej më e vogël, më intime, më e rrezikshme. Sepse që prej asaj dite, ti je e vetmja gjë e vërtet që ka hasur në jetën time. Heshtja që pasoi ishte absolute. E rëndë. E ngarkuar me diçka që asnjëri prej tyre nuk guxonte ta emërtonte. Dhe ishte aty, në atë zyrë në majtë të qytetit, që diçka filloi. Diçka e pashmangshme.
Diçka që asnjëri prej tyre nuk mund ta kontrollonte. Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk dinte nëse duhej të qëndronte apo të dilte. Nuk dinte nëse duhej të besonte apo të dyshonte. Por një gjë e dinte. Jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Dhe Dardani, për herë të parë pas vitesh, ndjeu diçka përtej ftohtësisë që mbante si parsmore. Ndjeu frikë. Frikë nga ajo që përfaqësonte ajo grua. Frikë nga ajo që mund të zgjonte. Frikë se, për herë të parë, ai nuk kishte kontroll. Por ndjeu edhe diçka tjetër. Diçka që prej kohësh e gjykonte të vdekur. Shpresë. Dhe kështu, pa e kuptuar asnjëri prej tyre, ingranazhi i fatit filloi të rrotullohej. Ngadalë. I pashmangshëm. I pakthyeshëm. Sepse disa histori nuk kërkojnë leje për të filluar. Ato thjesht ndodhin. Dhe kur ndodhin, nuk ka kthim prapa. Elira doli nga ajo zyrë pa e kuptuar plotësisht se çfarë kishte ndodhur. Fjalët e Dardanit i jehonin në mendje si një disk i gërvishtur, duke u përsëritur pa pushim. Ti je e vetmja gjë e vërtetë që ka hasur në jetën time. Çfarë donte të thoshte kjo? Pse një burr si ai, i fuqishëm, i parritshëm, i frikshëm për të gjithë, do t'i thoshte diçka të tillë një praktikanteje që mezi e njihte? Ajo u kthye në kabinën e saj në gjendje shoku, u ul mekanikisht dhe bëri sikur punonte. Por gishtat i dridheshin mbi tastier. Mendja e saj ishte larg, e bllokuar në atë kat të 22, në atë vështrim depërtues, në atë zë të thellë që dukej se e përshkonte tërësisht. Teuta u shfaq pak minuta më vonë, kurioze si gjithmonë. E pra, çfarë donte? Elira hezitoi. Nuk mund të tregonte të vërtetën. As nuk e dinte nëse kishte një të vërtetë për të treguar. Thjesht më sqaroi disa gjëra për punën time. Asgjë e madhe. Teuta ngriti një vetull, qartësisht dyshuese, por nuk insistoi. Vetëm i dha një goditje të lehtë në shpatull Elirës dhe u kthye në tavolinën e saj. Por Elira e dinte se gënjeshtra nuk e kishte bindur as veten. Ditët në vijim ishin të çuditshme. Elira nuk u thirr më në katin e 22. Nuk mori emaile nga Dardani. Nuk pati takime të reja në korridore. Ishte sikur ajo bisedë të mos kishte ndodhur kurrë. Sikur ai të kishte thënë atë që duhej të thoshte dhe pastaj thjesht të ishte zhdukur. Por ajo e ndjente. E ndjente se ai ishte aty, edhe pse i padukshëm. Në vështrimet më të gjata të disa menaxherëve kur kalonin pranë saj. Në lehtësitë e vogla që filluan të shfaqeshin në punën e saj. Në udhëzimet që vinin gjithmonë më të qarta, më të buta, sikur dikush t'i kishte orientuar njerëzit ta trajtonin ndryshe. Elira u përpoq ta injoronte. U përpoq të përqendrohej vetëm në detyrat e saj, të mbjetonte edhe një ditë, edhe një javë. Por ishte e pamundur të mos mendonte. E pamundur të mos pyeste veten se çfarë donte Dardan Berisha prej saj. Dhe më e keqja, e pamundur të mos pranonte se një pjesë e saj, e vogël dhe e rrezikshme, donte ta zbulonte. Ishte një të enjte, 2 javë pas asaj mbledhjeje, që gjithçka ndryshoi përsëri. Elira ishte në mensën e kompanisë, vetëm si gjithmonë, me një tabaka ushqimi që mezi e prekte. Rreth saj, grupe punonjësish bisedonin gjallërisht, qeshnin, shkëmbenin thashe theme, jetonin jetët e tyre. Dhe ajo aty, e izoluar, si një ishull në mes të oqeanit. Pa pritur, ndjeu një prani pranë saj. Mund të ulem? Ajo ngriti fytyrën dhe pa një burr të ri, ndoshta rreth 30 vjeç, me flokë biond, buzëqeshje të lehtë, kostum të prerë mirë. Ai mbante një tabaka dhe e shikonte me një shprehje miqësore, pothuajse ftuese. Elira hezitoi, por tundi kokën në shenjë pohimi. Ai u ul, i zgjati dorën. Besmir Dervishi. Punoi në departamentin e marketingut. Elira ja shtrëngoi dorën, ende dyshuese. Elira Kola. Praktik në administratë. Besmiri buzëqeshi. E di. Të kam parë këtej disa herë. Gjithmonë vetëm. Mendova se ndoshta doje shoqëri. Kishte diçka në tonin e tij që dukej e sinqertë. Por kishte edhe diçka që e shqetësonte Elirën. Një këmbëngulje delikate. Një interes që dukej se shkonte përtej mirësjelljes së thjeshtë. Ata biseduan gjatë drekës. Besmiri foli për punën e tij, për projektet që po zhvillonte, për kompaninë.
Elira u përgjigj në mënyrë të sjellshme, por të përmbajtur. Nuk donte të krijonte lidhje. Nuk donte të linte hapësirë për asgjë përtej profesionales. Por Besmiri nuk dukej se i kapte sinjalet. Duhet të hash drek me ne një ditë. Njerëzit e marketingut janë shumë të këndshëm. Do të ishte mirë të bëje miqësi këtu. Elira e falenderoi, por nuk u angazhua. Dhe kur dreka mbaroi, ajo u përshëndet shpejt dhe u kthye në kabinën e saj, duke ndjerë një siklet në rritje. Ajo që nuk dinte ishte se dikush kishte vëzhguar gjithçka. Dardani ishte në katin e 13 atë pasdite, në një mbledhje me drejtorët financiar. Salla e mbledhjeve kishte një murxhami që shihte mensën disa kate më poshtë. Dhe ndërsa drejtorët prezantonin shifra dhe parashikime, Dardani shikonte poshtë. Dhe pa Elirën të ulur vetëm. Pa Besmirin që ju afrua. Pa bisedën. Pa buzëqeshjen e tij, mënyrën se si përkulej shumë afër. Dhe ndjeu diçka që nuk e priste. Diçka që prej vitesh nuk e ndjente. Xhelozi. Nuk ishte racionale. Nuk kishte kuptim. Ai mezi e njihte atë grua. Kishin shkëmbyer pak fjalë. Nuk kishin asgjë. E megjithatë, ta shihte me një burr tjetër, edhe në një bisedë në duke të pafajshme, zgjoi tek ai një tërbim të heshtur që e friksoi. Ai e ktheu vëmendjen te mbledhja, por mendja e tij ishte larg. Dhe kur takimi mbaroi, Dardani mori një vendim. Duhej të bënte diçka. Duhej të vepronte. Para se të humbiste kontrollin plotësisht. Të nesërmen në mëngjes, Elira gjeti një email në kutinë e saj. Dërguesi ishte Gëzimi, koordinatori i administratës. Subjekti thoshte vetëm, detyrë e re. Ajo e hapi me zemrën të shtrënguar. Elira, duke filluar nga sot, do të transferohesh përkohësisht për të asistuar në projektin Horizonti, një nismë strategjike e kompanisë që përfshin departamente të shumta. Do të punosh drejt për drejt me ekipin drejtues. Më shumë informacion do të jepet në mbledhjen në orën 10, në sallën e konferencave të katit të 18. Gëzimi. Elira e lexoi emailin 3 herë. Projekti Horizonti? Ekipi drejtues? Ajo ishte vetëm një praktikante. Pse do ta zgjidhnin atë për diçka të tillë? Teuta, që kishte lexuar emailin mbi shpatullën e Elirës, zgurdulloi sy. Je e sigurt që nuk ke bërë asgjë të veçantë? Sepse kjo është shumë e çuditshme. Elira nuk u përgjigj. Vetëm mori një fletore, një stilolaps dhe shkoi. Salla e konferencave e katit të 18 ishte e gjerë dhe moderne, me një tavolinë të gjatë xhamit të rrethuar nga karrige ergonomike. Kur Elira hyri, tashmë kishte disa njerëz të ulur. Menaxher, koordinator, analist të lartë. Të gjithë shumë më me përvojë se ajo. Dhe në qendër të tavolinës, në këmbë, me krahët e kryqëzuar dhe një shprehje të palexueshme, ishte Dardan Berisha. Elira ngriu në hyrje. Hyr dhe mbyll derën, tha ai, pa e parë drejt për drejt. Ajo u bind, duke ndjerë të gjitha vështrimet të ktheheshin nga ajo. Zgjodhi një karrige në cep, larg Dardanit, dhe u ul në heshtje. Mbledhja filloi. Dardani shpjegoi projektin Horizonti. Ishte një nismë ambicioze që synonte të zgjeronte veprimtarinë e Berisha Holding në tregun ndërkombëtar, me fokus në teknologjinë e qëndrueshme. Do të ishte një projekt 6 mujor që përfshinte kërkim, zhvillim, negociata dhe prezantime për investitorët. Çdo person në sallë kishte një funksion specifik. Dhe kur Dardani arriti te emri i Elirës, ajo ndjeu stomakun t'i përdridhej. Elira Kola do të jetë përgjegjëse për organizimin e gjithë dokumentacionit të projektit, për të garantuar që afatet të respektohen dhe për të shërbyer si ur komunikimi mes departamenteve. Ajo do të raportoj drejt për drejt tek unë. Heshtje. Të gjithë e pan Elirën me një përzierje habie dhe dyshimi. Një praktikante që raportonte drejt për drejt te CEO-ja? Kjo ishte e padëgjuar. Dhe potencialisht shpërthyese. Elira donte të protestonte. Donte të thoshte se nuk ishte e përgatitur, se nuk e kuptonte pse ishte zgjedhur. Por shpreha e Dardanit nuk linte hapësirë për pyetje. Dhe ajo, për një arsye që nuk e kuptonte, qëndroi e heshtur. Mbledhja vazhdoi. U shpërndan detyra, u caktuan afate, u atribuan përgjegjësi. Dhe kur gjithçka mbaroi, njerëzit dolën shpejt duke përshpëritur mes tyre.
Elira mbeti e fundit duke mbledhur gjërat e saj ngadalë, duke u përpjekur të procesonte atë që sapo kishte ndodhur. Kur ngriti fytyrën, kuptoi se ishte vetëm në sallë. Me të, Dardani qëndronte në këmbë pranë dritares duke parë qytetin jashtë. Duart në xhepa. Fytyra serioze. Elira e dinte se duhej të dilte. Por diçka e mbajti aty. Pse unë, pyeti ajo, zëri i dilte më i fortë se sa priste. Dardani nuk u kthye. Vetëm u përgjigj, pa e hequr vështrimin nga dritarja. Sepse je e aftë. Dhe sepse të besoj. Por ti mezi më nje. Ai më në fund u kthye. Dhe sytë e tij takuan të sajat me një intensitet që i preu frymën Elirës. Unë di mjaftueshëm. Elira ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Kishte diçka aty. Diçka të pathënë. Diçka të rrezikshme. Nuk dua privilegje. Nuk dua që njerëzit të mendojnë se jam këtu për ndonjë arsye tjetër përveç kompetencës. Atëherë trego kompetencën tënde, u përgjigj Dardani duke bërë një hap drejt saj. Dhe mbyllja gojën kujtoi që dyshon. Kishte një provokim në atë. Por kishte edhe besim. Dhe Elira, për herë të parë pas muajsh, ndjeu një shkëndi. Të vogël. Por reale. Në rregull, tha ajo. Do ta bëj. Dardani tundi kokën. Dhe për një sekond, pothuajse të padukshme, buzët e tij skicuan diçka që mund të ishte një buzëqeshje. Në javët në vijim, Elira u zhyt në projektin Horizonti. Punonte 12, ndonjëherë 14 orë në ditë. Organizoi dokumente, caktoi mbledhje, ndërmjetësoi biseda mes departamenteve që mezi komunikonin. Ishte raskapitëse. Ishte sfiduese. Por ishte edhe gjallëruese. Për herë të parë që kur kishte humbur vendin e punës në studion e arkitekturës, Elira ndjente se po bënte diçka që kishte rëndësi. Që kishte vlerë. Dhe dalë nga dalë, fitoi respektin e ekipit. Njerëzit pushuan së pari atë si thjesht praktikantja. Filluan ta shihnin si pjesë thelbësore të projektit. Dhe Dardani vëzhgonte gjithçka. Nga larg, por gjithmonë i pranishëm. Ai e thërriste shpesh për mbledhje private, gjithmonë me justifikimin e diskutimit të ndonjë detaji të projektit. Por Elira e kuptonte se kishte më shumë. Në pauzat mes fjalëve. Në vështrimet që zgjateshin një sekond më shumë. Në mënyrën se si ai pyeste nëse ishte mirë, nëse kishte nevojë për ndihmë, nëse nuk po mbi ngarkohej. Kishte kujdes. Dhe kjo e friksonte. Sepse Elira e dinte se po fillonte të ndjente diçka. Diçka që nuk duhej. Diçka që shkonte përtej profesionales. Dhe sa herë që Dardani ishte afër, ajo ndjente zemrën t'i rrite më shpejt. Sa herë që ai thoshte emrin e saj, diçka brenda saj ngrohej. Dhe sa herë që gishtat e tyre prekeshin aksidentalisht duke shkëmbyer dokumente, ajo ndjente një rrymë elektrike t'i përshkonte trupin. Ishte e rrezikshme. Ishte e gabuar. Por ishte reale. Dhe pastaj erdhi ajo ditë. Ishte një e premte pasdite. Shumica e punonjësve ishin larguar tashmë. Kati 18 ishte bosh, i heshtur. Elira ishte në sallën e konferencave duke organizuar letra, kur dëgjoi hapa pas saj. Ishte Dardani. Ende këtu, tha ai, duke u mbështetur te dera. Elira nuk u kthye. Vetëm vazhdoi të rregullonte dokumentet. Gati po mbaroi. Ai hyri në sallë, mbylli derën pas vetes. Elira ndjeu ajrin të bëhej më i rëndë. Ke punuar shumë. Është ajo që duhet bërë. Dardani eci drejt tavolinës, ndaloi në anën e kundërt të saj. Dhe më në fund, Elira ngriti fytyrën. Sytë e tij ishin ndryshe. Më pak të kontrolluar. Më pak të ftohtë. Kishte diçka aty që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Diçka njerëzore. Pse e bën këtë, pyeti ai ulët. Të bëj çfarë? Më bën të ndiej. Elira ngriu. Dardani i ra rrotull tavolinës. Ngadalë. Çdo hap jehonte në heshtje. Dhe kur ndaloi para saj, aq afër sa ajo mund të ndjente nxehtësinë e tij, Elira kuptoi se po dridhej. Kam kaluar vite duke ndërtuar mure, vazhdoi ai, zëri i ngjirur. Vite duke e bindur veten se të ndjeje ishte dobësi. Se të besoje ishte e rrezikshme.
Dhe pastaj shfaqesh ti dhe i shem të gjitha. Elira nuk mund të fliste. Nuk mund të lëvizte. Nuk di çfarë të bëj me këtë, pranoi ai. Nuk di çfarë të bëj me ty dhe ishte në atë moment, në atë heshtje të ngarkuar me gjithçka që nuk mund të thoshin, që Elira bëri të pamendueshmen. Ajo e puthi. Nuk ishte e planifikuar. Nuk ishte e menduar. Ishte impuls i pastër. Ajo u ngrit në majë të gishtave, i kapi fytyrën me të dyja duart dhe i shtypi buzët kundër të tijave. Fort. E dëshpëruar. Si dikush që hidhet nga një shkëmb pa e ditur nëse ka rrjet sigurie. Dardani qëndroi i palvizshëm për një sekondë. I habitur. I çarmatosur. Dhe pastaj diçka brenda tij u dorëzua. Ai e tërhoqi afër, e mbështolli me krah dhe ia ktheu puthjen me një intensitet që i frikësoi të dy. Ishte sikur vite të tëra përmbajtjeje shpërthyen menjëherë. Vite vetmie, ftohtësie, frike, të gjitha duke u shkrirë në atë prekje. Kur më në fund u ndan duke gulquar, Elira pa diçka në sytë e Dardanit që nuk e kishte pritur kur të shite. Dobësi. Por para se të mund të thoshin diçka, dëgjuan hapa në korridor. Elira u largua shpejt duke rregulluar bluzën, flokët, duke u përpjekur të rifitonte qetësinë. Dardani bëri 2 hapa prapa, duke u kthyer në qëndrimin e tij të ngurtë, të kontrolluar. Dera u hap. Ishte një roje sigurie duke bërë patrullimin. Natën e mirë, zoti Berisha. Zonjush, tha ai, tundi kokën dhe vazhdoi. Kur dera u mbyll përsëri, heshtja u kthye. Por ishte ndryshe tani. E ngarkuar. E tensionuar. Elira mori çantën, shmangu shikimin e Dardanit. Duhet të iki. Ajo doli para se ai të mund të përgjigjej. Kaloi korridorin, hyri në ashensor, shtypi butonin e katit përdhes. Dhe vetëm kur dyert u mbyllën, lejoi që lotët të binin. Jo nga trishtimi, por nga frika. Frika nga ajo që sapo kishte bërë. Frika nga ajo që kjo do të thoshte. Frika se sapo i kishte komplikuar gjërat në një mënyrë të pakthyeshme. Dhe i kishte. Sepse ajo që Elira nuk dinte ishte se ajo puthje nuk kishte kaluar pa u vënë re. Kamerat e brendshme të kompanisë, të shpërndara në të gjitha katet, kishin kapur gjithçka. Dhe megjithse regjistrimet ishin të aksesueshme vetëm për ekipin e sigurisë dhe drejtorinë, gjithmonë kishte dikush të gatshëm të nxirrte informacion. Përpara. Për pushtet. Për hakmarrje. Dhe të hënën pasardhëse, videoja filloi të qarkullonte. Fillimisht mes rojeve të sigurisë. Pastaj mes disa menaxherëve. Dhe pastaj, si zjarri në kashë të thatë, u përhap në të gjithë kompaninë. Brenda pak minutash, të gjithë e dinin. Praktikantja kishte puthur Ceon. Dhe ai ja kishte kthyer. Kur Elira arriti në punë atë mëngjes, ndjeu menjëherë se diçka nuk shkonte. Vështrimet ishin ndryshe. Kishte pëshpërima. Të qeshura të mbytura. Kur kaloi nëpër korridor, dëgjoi dik të komentonte ulët. Ja ku është? Ajo që kapi shefin. Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Teuta e tërhoqi në një cep me sy të zgurdulluar. E pe videon? Çfarë videoje? Teuta i tregoi celularin. Dhe aty ishte. Skena në sallën e konferencave. Puthja. Gjithçka. Elira ndjeu tokën t'i hapej nën këmbë. O Zot! Është kudo. Të gjithë e kanë parë. Orët në vijim ishin një makth. Elira u përpoq të punonte, por nuk mund të përqendrohej. Ndjente vështrimet. Dëgjonte komentet. Dhe më e keqja, shite gjykimin. Gratë e shikonin me përbuzje. Burrat me interes pa respekt. Dhe të gjithë, absolutisht të gjithë, nxirrnin përfundime. Ajo nuk dinte çfarë të bënte. Nuk dinte nëse duhej të kërkonte Dardanin, nëse duhej të jepte dorëheqjen, nëse duhej thjesht të zhdukej. Por para se të merrte ndonjë vendim, u thirr. Përsëri. Kati 22. Dhe këtë herë, kur hyri në zyrën e Dardanit, ai nuk ishte vetëm. Ishin të pranishëm 3 drejtorë. Dhe shpreha e të gjithëve ishte serioze. Zonjusha Kola, filloi njëri prej tyre, drejtori i burimeve njerëzore. Jemi këtu për të diskutuar një situatë delikate. Elira ndjeu këmbët t'i dobësoheshin.
Por Dardani, që deri atëherë kishte qëndruar i heshtur, ngriti dorën. Mund të dilni. Drejtorët e pan të hutuar. Zoti Berisha, ne duhet. Thash, mund të dilni. Tani. Nuk kishte vend për argumentim. Të tre u ngritën, dukshëm të pakënaqur, dhe dolën. Duke lënë Dardanin dhe Elirën vetëm. Përsëri. Dardani priti që dera të mbyllej. Pastaj më në fund e pa. Dhe për herë të parë, Elira pa frikë në sytë e tij. Jo për veten, por për të. Do ta zgjidh këtë, tha ai. Do të bëj që kjo video të zhduket. Do të sigurohem që askush të mos të gjykoj për diçka që ishte edhe përgjegjësia ime. Elira tundi kokën, lotët më në fund i ranë. Nuk ka dobi. Dëmi është bërë. Të gjithë e kanë parë. Të gjithë e kanë gjykuar. Atëherë do ta ndryshoj narrativën, kundërshtoi Dardani duke ju afruar. Do të promovoj. Zyrtarisht. Bazuar në punën e jashtëzakonshme që ke bërë në projektin Horizonti. Do t'u tregoj të gjithëve se ti e meriton të jesh këtu. Por kjo vetëm do t'i përkeqësoj gjërat, bërtiti Elira. Do të thonë se ishte për shkak të puthjes. Se e mora promovimin vetëm sepse jam me ty, Dardani ndaloj. Dhe për një moment të gjatë, vetëm e pa. Atëherë më thuaj çfarë do që të bëj. Elira mori frym thellë. Dhe me një guxim që nuk e dinte se e kishte ende, tha të vërtetën. Dua që kjo të jetë e vërtetë. Dardani e shikoi, pa e kuptuar. Dua që nëse kjo do të më kushtoj reputacionin, vazhdoi ajo, zëri i dridhej. Nëse do të gjykohem. Nëse do ta mbaj këtë barë. Atëherë le të jetë për diçka që ja vlen. Diçka të vërtetë. Jo vetëm një puthje impulsive. Por diçka reale. Dhe për herë të parë në gjithë jetën e tij, Dardan Berisha nuk kishte kontroll. Nuk kishte përgjigje. Vetëm një siguri. Edhe ai donte që të ishte e vërtetë. Dhe kështu, në mes të kaosit, në mes të gjykimeve, në mes të stuhisë që sapo kishin krijuar, Dardani dhe Elira bën një zgjedhje. Të rrezikshme. Të rrezikuar. Por të pashmangshme. Ata zgjodhen njëri tjetrin. Promovimi i Elirës u njoftua të martën përmes një komunikate zyrtare të dërguar në të gjithë kompaninë. Elira Kola, më parë praktikante në departamentin administrativ, tani mbante postin e analistës së re, me veprimtari të drejtpërdrejtë në projektin Horizonti dhe në nismat e ardhshme strategjike. Komunikata theksonte performancën e saj të jashtëzakonshme, aftësinë e saj organizative dhe kontributin e saj themelor në ecurinë e projektit. Por askush nuk i lexoi kualifikimet. Askush nuk i kushtoi vëmendje meritave. Gjithçka që pan ishte lidhja e qartë. Ajo kishte puthur Ceon. Dhe tani po promovoi. Reagimet ishin të menjëhershme dhe mizore. Në mens, Elira dëgjonte përshpërima të keq maskuara. Duhet të jetë mirë të kesh miq lart. Disa njerëz shmangnin të uleshin pranë saj. Të tjerë e shikonin me përbuzje të hapur. Një kolege që më parë ishte e sjellshme, tani e injoronte plotësisht. Dhe Besmir Dervishi, burri që ishte përpjekur t'i afrohej javë më parë, kaloi pranë tavolinës së saj me një buzëqeshje cinike dhe komentoi mjaft lart që të tjerët ta dëgjonin. Ka njerëz që ngjiten me shkallë. Dhe ka të tjerë që ngjiten në mënyra të tjera. Elira gëlltiti lotët. Mbajti kokën lart. Dhe vazhdoi të punonte. Por natën, vetëm në apartament, shembej. Besa, motra e saj, përpiqej ta ngushëllonte. Ti nuk ke bërë asgjë të gabuar. Ke punuar shumë. E meriton këtë promovim. Por askush nuk e beson këtë, përgjigjej Elira me sy të kuq. Të gjithë mendojnë se ishte për shkak të tij. Dhe ndoshta kanë të drejtë. Besa i kapi duart motrës. Ti vërtet mendon se ai të promovoi vetëm për shkak të një puthjeje? Elira nuk u përgjigj. Sepse thellë edhe ajo kishte dyshime. Dardani, nga ana e tij, përballej me betejat e veta. Drejtorët vinin në dyshim vendimin e tij. Disa hapur, të tjerë në biseda private. Kishte murmurima për konflikt interesi, për favorizim, për imazhin e kompanisë që po njollosej. Ai i injoronte. Por e dinte se nuk mund t'i injoronte përgjithmonë.
Në një mbledhje të tensionuar me Këshillin Administrativ, një nga anëtarët më të vjetër, një burr i quajtur Petrit Gashi, e ngriti çështjen drejt për drejt. Zoti Berisha, me gjithë respektin, ky promovim ngre pikpyetje. Zonjusha Kola ka vetëm pak muaj në kompani. Ka punonjës me vite përvojë që ende nuk e kanë marrë një mundësi të tillë. Si e justifikojmë këtë? Dardani e shikoi i patrazuar. E justifikojmë me rezultate. Projekti Horizonti është përpara afatit. Komunikimi mes departamenteve është përmirësuar ndjeshëm. Dhe kjo i detyrohet në pjesë të madhe punës së saj. Por pamja e jashtme. Nuk më intereson pamja e jashtme, e preu Dardani, zëri i akull. Më interesojnë rezultatet. Dhe Elira i jep. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Por Petriti nuk hoqi dorë. Gjithsesi, do të ishte e mençur të mbahej distancë. Të shmangeshin situata që mund të komprometonin reputacionin e kompanisë. Dhe tuajin. Dardani u ngrit duke mbyllur mbledhjen. E vlerësoi shqetësimin. Por vendimet e mia mbeten. Ai doli para se dikush të mund të përgjigjej. Por për brenda, e dinte se presioni sapo kishte filluar. Dhe pastaj, një të enjte pasdite, gjithçka u përkeqësua. Elira ishte në vendin e saj të ri të punës, tani në një zyrë private në katin e 18, kur mori vizitën e Teutës. Shoqja hyri me një shprehje të çuditshme, mes shqetësimit dhe sikletit. Ka një grua poshtë që pyet për ty, Elira rrodhi ballin. Për mua? Kush? Teuta hezitoi. Ajo tha se është shoqe e Dardanit. Dhe se duhet të flasë me ty, stomaku i Elirës u përdrodh. Ajo zbriti në recepcion, ku gjeti një grua elegante, me flokë bjond të krejur në mënyrë perfekte, të veshur me një kostum bezh që me siguri kushtonte më shumë se paga mujore e Elirës. Ajo buzëqeshte. Por buzëqeshja nuk i arrinte në sy. Ti duhet të jesh Elira. Gruaja i zgjati dorën. Valbona Mema. Ishe fejuara e Dardanit. Elira ja shtrëngoi dorën, duke ndjerë një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Ishe fejuara? Valbona qeshi lehtë. Ah, nuk të tregoj? Sa e përshtatshme. Dëgjo, nuk dua të marr kohën. Vetëm doja të njihja personalisht. E di si është kurioziteti. Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Vetëm priti. Valbona e vëzhgoi nga kokat e këmbët, si dikush që vlerëson një sen në vitrinë. Interesante. Ti nuk je tipi i tij. Por ndoshta pikërisht kjo e tërhoqi. Diçka ndryshe. Diçka e përkohshme. Elira ndjeu zemërimin të rritej. Dëgjo, nuk e di çfarë do, por unë vetëm dua që ti ta dish, e ndërpreu Valbona, toni ende i sjellshëm, por me një ftohtësi therse, se Dardani është një burr i komplikuar. Atij i pëlqen të kontrollojë gjithçka. Dhe kur diçka i del jashtë kontrollit, ai e hedh poshtë. E di këtë nga përvoja ime. Ajo bëri një pauzë, duke lënë fjalët të depërtonin. Kështu që shijoje sa të zgjas. Sepse nuk do të zgjas. Dhe me kaq, Valbona u kthye dhe doli, duke e lënë Elirën aty, duke u dridhur nga zemërimi dhe pasiguria. Kur Elira u kthye në zyrën e saj, nuk mundi të punonte. Fjalët e Valbonës i jehonin në mendje. Diçka e përkohshme. Ai hedh poshtë. Nuk do të zgjas. Ajo u përpoq t'i largonte mendimet, por ato këmbëngulnin, duke u rritur si barrat e këqija. Natën, Dardani e ftoi për darkë. Ishte hera e parë që do të dilnin bashkë publikisht, jashtë ambientit të kompanisë. Elira hezitoi, por pranoi. I duheshin përgjigje. Ata u takuan në një restorant diskret në zonën e bllokut, një vend elegant por i rezervuar. Dardani e priste në një tavolinë në fund, larg vështrimeve kurreshtare. Kur Elira arriti, ai u ngrit, e përshëndeti me një puthje në faqe dhe i tërhoqi karrigen. Gjeste të thjeshta, por që e bën të ndjente diçka që prej kohësh nuk e ndjente. Kujdes. Por dyshimet nuk u zhdukën. Gjatë darkës biseduan për punën, për projektin, për gjëra të parëndësishme. Por kishte një tension në ajër. Diçka të pathënë. Dhe më në fund, Elira mblodhi guximin. Valbona më kërkoi sot. Dardani ngriu, piruni i ndalur në ajër. Çfarë? Ishe fejuara jote.
U shfaq në kompani. Tha se donte të më njihte. Shpreja e Dardanit u mbyll. Çfarë tha? Elira i tregoi gjithçka. Insinuatat, provokimet. Dhe vëzhgoi me vëmendje reagimin e tij. Dardani e vendosi pirunin në tavolinë ngadalë, mori frym thellë. Unë dhe Valbona jemi ndarë 3 vjet më parë. Nuk ishte një ndarje miqësore. Ajo donte diçka që unë nuk mund t'ia jepja. Dhe kur kuptova se isha i bllokuar në një marrëdhënie që kur nuk do të ishte ajo që më duhej, i thash fund. Ai e pa drejt për drejt Elirën. Ajo kur nuk e pranoi. Dhe tani po përpiqet të sabotoj çdo gjë që unë kam dhe që është e vërtetë. Elira donte të besonte. Por farat e dyshimit ishin mbjell tashmë. Dhe çfarë të duhet ty, Dardan, pyeti ajo ulët. Çfarë të duhet vërtet? Ai i zgjati dorën mbi tavolinë, i preku gishtat. Dikush që të më shoh përtej asaj që kam ndërtuar. Dikush që nuk është këtu për pushtetin, për parat, për pamjen. Dikush i vërtet. Elira ndjeu syt t'i digjinin. Por nuk qau. Vetëm ja shtrëngoi dorën. Në ditët në vijim, Valbona vazhdoi fushatën e saj të heshtur. Shfaqej në eventet e kompanisë gjithmonë me ndonjë justifikim të besueshëm. Njite gjysmën e drejtorëve, kishte lidhje me investitorët, dinte saktësisht si të depërtonte pa ngjallur dyshime. Dhe në çdo paraqitje mbillte dyshime. Komente delikate. Pyetje të zgjedhura mirë. Asgjë e drejtë për drejtë. Por efektive. Elira filloi të vinte re ndryshime. Disa njerëz që më parë e përshëndesnin, tani e shmangnin. Biseda që ndalonin kur ajo afrohej. Vështrime që e ndiqnin nëpër korridore. Dhe megjithse Dardani e siguronte se gjithçka ishte në rregull, ajo ndjente rrethimin të ngushtohej. Por ajo që e tronditi vërtet Elirën ishte diçka që zbuloi rastësisht. Po organizonte dosje të vjetra të projektit Horizonti kur gjeti një email të arkivuar në dosjen e Dardanit. Ishte 2 muaj më parë, para se të njoftohej promovimi. Një email që ai kishte dërguar gëzimit, koordinatorit administrativ. Përmbajtja ishte e drejtë për drejtë. Dardani e udhëzonte gëzimin të mos e konsideronte Elirën për promovime të ardhshme. Justifikimi ishte i paqartë. Diçka për ruajtjen e integritetit të procesit të përzgjedhjes. Por mesazhi ishte i qartë. Ai ishte përpjekur të bllokonte rritjen e saj. Dhe pastaj, disa ditë më vonë, kishte ndryshuar mendje. Elira ndjeu tokën të ikte. E lexoi emailin 3 herë duke u përpjekur të gjente ndonjë interpretim tjetër. Por nuk kishte. Dardani ishte përpjekur ta pengonte. Dhe pastaj, kur vendosi ta promovonte, shkoi kundër udhëzimit të tij të mëparshëm. Ajo e printoi emailin, e palosi dhe e futi në çantë. Dhe atë natë, kur Dardani e thiri për të biseduar në zyrën e tij, ajo ishte e përgatitur. Ai e priti me një buzëqeshje të lodhur. Ishte një ditë e gjatë. Elira nuk ja ktheu buzëqeshjen. Vetëm vendosi letrën mbi tavolinë. Shpjegoje këtë. Dardani mori letrën, e lexoi. Dhe shpreha e tij u mbyll. Ku e gjete këtë? Nuk ka rëndësi ku e gjeta. Ka rëndësi pse e shkrove. Dardani u ngrit, eci drejt dritares. Elira, kjo ishte në një moment kur. Në një moment kur vendose se unë nuk e meritoja të rritesha. Se nuk isha mjaftueshëm e mirë. Jo, u kthye ai befas. Ishte në një moment kur kuptova se po filloja të ndjeja diçka për ty dhe pata frikë. Elira ndjeu zemërimin të rritej. Frikë nga çfarë? Se nëse ti promovoheshe, njerëzit do të mendonin se ishte për shkakun tim. Se reputacioni yt do të njollosej. Se do të bëheshe shënjestër. Po përpiqesha të mbrojja. Jo të më mbroje, të më sabotoje, bërtiti Elira. Ti nuk kishe të drejtë ta merrje këtë vendim për mua. Dardani kaloi dorën nëpër flok, dukshëm i frustruar. E di që ishte gabim. Dhe u pendova po atë ditë. Prandaj ndryshova mendje. Prandaj të promovova kur ti provove se e meritoje. Por dëmi. Ishte bërë tashmë, tha Elira, zëri i thyej. Ti mbolle dyshimin. Dhe tani unë kur nuk do ta di nëse promovimi im ishte për merit apo për faj. Dardani ju afrua, u përpoq ta prekte, por ajo u largua.
Elira, të lutem. Kam nevojë për kohë. Kam nevojë të mendoj. Dhe para se ai të mund të përgjigjej, ajo doli. Në ditët në vijim, Elira e shmangu Dardanin. U zhyt në punë, u përqendrua në projektin Horizonti, u përpoq t'i provonte vetes se ishte kompetente, pavarësisht çdo ndikimit të tij. Dhe çuditërisht, ja doli. Projekti përparonte. Idetë e saj zbatoheshin. Ajo fitonte respekt gradualisht. Derisa erdhi njoja e jashtme. Projekti Horizonti u përzgjodh për t'u prezantuar në një konferencë ndërkombëtare të biznesit të qëndrueshëm, që do të mbahej pas 2 javësh. Dhe personi i zgjedhur për të bërë prezantimin kryesor, duke përfaqësuar Berisha Holding, ishte Elira. Kur u bë njoftimi, ajo nuk e dinte nëse duhej të gëzohej apo të tmerrohej. Ishte një mundësi e madhe, por edhe një presion gjigant. Dhe më e keqja, më shumë karburant për akuzat e favorizimit. Teuta, që tani punonte si asistente e Elirës, u përpoq ta gjallëronte. Kjo është e pabesueshme. Do të përfaqësosh kompaninë në një event ndërkombëtar. Ose do të thonë se u zgjodha vetëm sepse jam me Ceon, u përgjigj Elira me hidhërim. Teuta i kapi supet. Atëherë provo se e kanë gabim. Shkëlqe në atë prezantim. Tregoju se çfarë je në gjendje të bësh. Dhe kjo ishte ajo që Elira u përpoq të bënte. Kaloi ditë të tëra duke përgatitur çdo slide, çdo fjalë, çdo argument. Ushtroi vetëm para pasqyrës, regjistroi video të vetes për të identifikuar gabimet. Ishte e vendosur të bënte prezantimin perfekt. Jo për Dardanin, por për veten. Por Valbona nuk pushonte. Një pasdite, Elira mori një telefonat anonime. Një zë femëror i shtrembëruar që i thoshte se duhej të hiqte dorë nga prezantimi. Se nuk ishte e përgatitur. Se do ta turpëronte kompaninë. Dhe se nëse këmbëngulte, sekrete për të do të dilnin në shesh. Elira e mbylli telefonin duke u dridhur. Nuk e dinte nëse ishte Valbona drejt për drejt apo dikush që vepronte për të. Por mesazhi ishte i qartë. Donin ta friksonin. Donin që ajo të hiqte dorë. Dhe për një moment, Elira e konsideroi. Por pastaj kujtoi gjithçka që kishte humbur. Vendin e punës në studio. Arbenin. Besimin e saj. Dhe kuptoi se nëse hiqte dorë tani, do të humbiste edhe gjën e fundit që i kishte mbetur. Veten. Kështu që vendosi. Nuk do të hiqte dorë. Çfarëdo që të ndodhte. Natën para udhëtimit për në konferencë, Dardani e kërkoi. Ata nuk kishin biseduar siç duhet që nga diskutimi për emailin. Kishte një distancë mes tyre. Por edhe një mall. Ai e gjeti duke punuar vonë në zyrën e saj. Mund të hyj? Elira tundi kokën. Dardani mbylli derën, u ul në karrigen përballë saj. Për një moment të gjatë, vetëm u pan. Më vjen keq, tha ai më në fund. Për gjithçka. Për emailin. Për mosbesimin që tregova në fillim. Për përpjekjen për të kontrolluar diçka që nuk më përkiste. Elira mori frym thellë. E di që po përpiqeshe të më mbroje. Por unë nuk kam nevojë për mbrojtje. Kam nevojë për besim. Ai tundi kokën. Unë të besoj. Më shumë se çdo person tjetër. Dhe pikërisht prandaj kam kaq shumë frikë. Frikë nga çfarë? Të humbas. Elira ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej. Nuk do të më humbasësh. Përveç se nëse më largon vetë. Dardani u ngrit, i ra rrotull tavolinës, qëndroi përballë saj. Dhe pastaj, për herë të parë, tha fjalët që i kishte shmangur prej javësh. Të dua. Heshtja që pasoi ishte absolute. Elira ndjeu lotët të binin. Jo nga trishtimi, por nga lehtësimi. Nga frika. Nga shpresa. Edhe unë të dua, përshpëriti ajo. Dhe aty, në atë zyrë të zbrazët në katin e 18, ata u përqafuan. Dhe për një moment të shkurtër, gjithçka që ekzistonte ishte ajo. Prekja. Ngrohtësia. Siguria se, pavarësisht gjithçkaje, ia vlente të luftoje. Por bota jashtë nuk ndaloi. Dhe kërcënimet nuk u zhdukën. Sepse të nesërmen, ndërsa Elira nisej për në konferencë, Valbona vuri në veprim planin e saj final. Ajo kishte zbuluar diçka.
Diçka nga e kaluara e Elirës. Diçka që, nëse zbulohej, mund të shkatëronte gjithçka. Dhe ishte gati ta përdorte. Sepse disa njerëz nuk luftojnë për të fituar. Luftojnë për të siguruar që askush tjetër të mos fitojë. Dhe Valbona ishte pikërisht ky lloj personi. Stuhia sapo kishte filluar. Dhe Elira, pa e ditur, ishte gati të përballej me provën më të vështirë të jetës së saj. Por këtë herë, ajo nuk ishte vetëm. Ajo kishte diçka që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Kishte dashuri. Kishte guxim. Dhe kishte sigurinë se e meritonte të ishte aty. Dhe kjo, në fund, do të bënte gjithë diferencën. Konferenca ndërkombëtare mbahej në Durrës, në një nga strukturat më moderne të eventeve në rajon. Vendi ishte mbresëlënës, me salla të gjera, teknologji të fundit dhe një pamje të privilegjuar nga deti. Biznesmen, investitor dhe drejtues nga vende të ndryshme ishin mbledhur për të diskutuar inovacionin, qëndrueshmërinë dhe të ardhmen e biznesit. Dhe aty, duke përfaqësuar Berisha Holding, ishte Elira. Ajo arriti 2 ditë para prezantimit të saj, duke përdorur kohën për të rishikuar çdo detaj, për të rregulluar slajdet dhe për të ushtruar. Dardani i kishte ofruar ta shoqëronte, por ajo refuzoi. Duhej ta bënte këtë vetëm. Duhej t'i provonte, kryesisht vetes, se ishte e aftë. E akomoduar në një hotel pranë qendrës së konventave, Elira kalonte netët pa gjumë, duke përsëritur fjalimin e saj mendërisht, duke parashikuar pyetje, duke përgatitur përgjigje. Besa e telefononte çdo ditë, duke i ofruar mbështetje dhe fjalë inkurajuese. Dhe Dardani, megjithse mbante distancë fizike, i dërgonte mesazhe të shkurtra, të thjeshta, por ngushëlluese. Do të shkëlqesh. Unë besoj te ti dhe për herë të parë pas muajsh, Elira besonte gjithashtu. Mëngjesi i prezantimit zbardhi i vrenjtur. Elira u rregullua me kujdes, duke zgjedhur një kostum blu të errët që transmetonte profesionalizëm dhe besim. I lidhi flokët në një topuz të ulët, vuri vath diskret, mori frym thellë para pasqyrës. Ti mundesh, i tha vetes. Ti e meriton të jesh këtu. Salla kryesore ishte plot. Qindra njerëz zinin karriget, shumë të tjerë ndiqnin përmes transmetimit online. Elira priti prapa skenës, duke dëgjuar prezantimet e mëparshme, duke ndjerë zemrën t'i rrite më shpejt me çdo minutë që kalonte. Dhe pastaj erdhi radha e saj. Kur u njoftua emri i saj, Elira u ngjit në skenë me hapa të sigurt. Dritat e verbuan për një moment, por ajo u përshtat shpejt. Pa audiencën. Kaq shumë fytyra. Kaq shumë pritshmëri. Dhe mori frym. Mirë dita. Unë jam Elira Kola dhe përfaqësoj Berisha Holding. Sot do të ndaj me ju projektin Horizonti, një nismë që bashkon teknologjinë, qëndrueshmërinë dhe ndikimin social. Zëri i saj doli i qartë. I fortë. Pa dridhje. Dhe ajo filloi. Për 40 minuta, Elira e drejtoi prezantimin me mjeshtëri. Shpjegoj konceptin e projektit, tregoj të dhëna, prezantoj parashikime, ju përgjigj pyetjeve teknike. Përdori shembuj praktik, citoj studime, e përfshiu audiencën me pyetje strategjike. Dhe kur mbaroi, pati një heshtje të shkurtër. E ndjekur nga duartrokitje. Nuk ishin duartrokitje të sjellshme. Ishin duartrokitje të sinqerta. Të njohjes. Të respektit. Elira zbriti nga skena me këmbë të dridhura, por me gjoksin plot. Ja kishte dalë. Vërtet ja kishte dalë. Në korridoret e eventit disa njerëz e ndaluan. Drejtues që donin të dinin më shumë për projektin. Investitor të interesuar për partneritete. Gazetarë që kërkonin intervista. Dhe në mes të gjithçkaje, një grua elegante me flokë të thinjur dhe syze të sofistikuara u prezantua. Urime për prezantimin. Unë jam Diana Malaj. Jam drejtoresh rajonale e Ecotex Zgjidhje, një multinacionale me seli në Vjenë. Mund të bisedojmë? Elira pranoi. Ato u ulën në një kafene brenda qendrës së konventave dhe Diana ishte e drejtë për drejtë. Po zgjerojmë operacionet tona në Ballkan dhe po kërkojmë talente për të drejtuar filialin ton në Rom. Prezantimi yt më bëri përshtypje. Ti ke pikërisht profilin që kërkojmë. Vizion strategjik, aftësi teknike dhe pasion të vërtet për atë që bën. Elira dëgjonte, pa e ditur saktësisht se ku do të çonte kjo.
Do të doja të ofroja një pozicion menaxhere e projekteve të qëndrueshme me autonomi për të krijuar ekipin tënd, pagë konkurruese dhe paketë të plot përfitimesh. Do të ishte një mundësi për rritje eksponenciale. Zemra e Elirës rahu më shpejt. Ishte pikërisht lloji i vendit të punës që kishte ëndërruar gjithmonë. Leadership, autonomi, qëllim. Por gjithashtu do të thoshte të linte gjithçka pas. Duhet të mendoj, u përgjigj Elira me kujdes. Diana buzëqeshi. Sigurisht. Por mos u vono shumë. Talentet si ti janë të rrallë. Dhe kur shfaqen, nuk qëndrojnë të disponueshëm për shumë kohë. Ajo i dha një kartë vizitë. Më kërko kur të vendosësh. Elira mori kartë vizitën, e falenderoi dhe doli. Por mendja e saj ishte larg. Duke u rrotulluar. Duke vlerësuar. Duke dyshuar. Atë natë, telefonoi Besën dhe i tregoi gjithçka. Kjo është e pabesueshme, Eli. Është shansi i jetës tënde. Por gjithashtu do të thotë të lë Tiranën. Të lë projektin. Të lë ajo ndaloj, e paf të përfundonte. Të lësh Dardanin, e përfundoi Besa për të. Dëgjo, vetëm ti mund ta marrësh këtë vendim. Por më përgjigju një pyetje. A je e lumtur tani? Elira mendoi. E lumtur? Ishte një fjalë e komplikuar. Ajo ishte e realizuar profesionalisht. Ishte e dashuruar. Por ishte edhe e lodhur. E lodhur nga gjykimet, nga thashethemet, nga nevoja për të provuar vlerën e saj vazhdimisht. E lodhur nga ndjenja se kur nuk do të shihej vetëm për atë që ishte, por gjithmonë si gruaja e Ceos. Nuk e di, Besa. Ndonjëherë ndjej se pavarësisht çfarë bëj, gjithmonë do të më reduktojnë në këtë. Gjithmonë do të mendojnë se jam këtu për të. Atëherë ndoshta duhet të provosh të kundërtën. Për veten tënde. Elira e mbylli telefonin, por fjalët e motrës i mbetën. Të provonte të kundërtën. Për veten. 2 ditë më vonë, kur u kthye në Tiranë, Elira ende nuk kishte marrë një vendim. Por e dinte se duhej të fliste me Dardanin. Duhej të ishte e sinqertë. Për ofertën. Për dyshimet e saj. Për gjithçka. Por para se të mund ta kërkonte, diçka ndodhi. Një artikull u shfaq në një faqe lajmesh korporative. Titulli ishte provokues. Përmbajtja shkatëruese. Praktikantja e promovuar në analiste në kohë rekord. Cili është motivi i vërtetë? Artikulli nuk e përmendte Elirën drejt për drejt me emër, por nuk ishte e nevojshme. Të gjithë e dinin për kë bëhej fjalë. Teksti insinuonte nepotizëm, favorizim, marrëdhënie të papërshtatshme brenda kompanisë. Dhe pastaj vinte bomba. Burime të brendshme zbulojnë se punonjësja në fjalë dyshohet se ka fshehur informacione të rëndësishme në formularin e saj të pranimit, duke përfshirë padi të mëparshme pune kundër kompanive të tjera. Vërtetësia e pretendimeve po hetohet. Elira e lexoi dhe e rilexoi, duke ndjerë gjakun t'i ngri. Padi pune? Ajo kur nuk kishte paditur askën. Kur nuk kishte pasur asnjë problem ligjor në punët e mëparshme. Kjo ishte gënjeshtër. E pastër dhe e thjeshtë. Por fara e dyshimit ishte mbjell tashmë. Dhe shpejt, artikulli u bë viral. Punonjësit filluan të pyesnin. Investitorët telefonuan duke kërkuar sqarime. Ekipi i marrëdhënieve me publikun i Berisha Holding hyri në modalitetin e kontrollit të dëmit. Dhe Elira, në qendër të gjithçkaje, u ndje duke u fundosur. Dardani veproi shpejt. Thiri një mbledhje urgjente, kërkoi që departamenti ligjor të hetonte origjinën e artikullit, lëshoi një komunikat zyrtare duke përgënjeshtruar pretendimet. Por dëmi ishte bërë tashmë. Kur Elira dhe Dardani më në fund u takuan, atë pasdite, ajo ishte në prag të kolapsit. Unë nuk e kam bërë këtë. Unë kur nuk kam paditur askën. Kjo është gënjeshtër. E di, tha Dardani, duke i kapur duar. Dhe do ta provojmë. Do të zbulojmë kush fshihet pas kësaj dhe do ta shkatërrojmë këtë narrativ. Por Elira tundi kokën, lotët i binin lirshëm. Nuk ka dobi, Dardan. Edhe nëse provojmë se është gënjeshtër, hija do të mbetet. Gjithmonë do të dyshojnë tek unë. Gjithmonë do të mendojnë se po fsheh diçka. Dardani e tërhoqi afër, e përqafoi fort. Atëherë ikim.
Unë dhe ti fillojmë nga e para diku tjetër. Larg gjithë kësaj. Elira u largua, e pa. Flet seriozisht, plotësisht. Nuk më intereson kompania, parat, asgjë nga këto nëse do të thotë të humbas. Dhe për herë të parë, Elira pa të vërtetën në sytë e tij. Ai vërtet e donte. Vërtet do të rrezikonte gjithçka për të. Por kjo e friksoi edhe më shumë. Sepse do të thoshte se ai do të sakrifikonte gjithçka që kishte ndërtuar. Dhe ajo nuk mund të jetonte duke e ditur këtë. Nuk mund ta mbante këtë peshë. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj, Elira mori kartvizitën që Diana Malaj i kishte dhënë. Pa telefonin. Dhe mori një vendim. Telefonoi. Diana u përgjigj në zilen e dytë. Elira. Çfarë surprize e këndshme. Oferta është ende në fuqi? Sigurisht. E pranon? Elira mori frymë thellë. E pranoj. Shkëlqyeshëm. Do të dërgoj detajet e kontratës nesër. Kur mund të fillosh? Pas 2 javësh. Perfekte. Mirë se vjen në ekip, Elira. Kur e mbylli telefonin, Elira ndjeu një përzierje lehtësimi dhe tmerri. E kishte marrë vendimin. Tani duhej ta përballonte. Por nuk pati guxim t'i tregonte Dardanit personalisht. Jo në atë moment. Jo kur ai sapo kishte thënë se do të linte gjithçka për të. Kështu që shkroi një email. Të gjatë. Të sinqert. Të dhimbshëm. Shpjegoi për ofertën. Për nevojën për të provuar vlerën e saj larg hijeve. Për dashurinë që ndjente, por edhe për frikën se kjo dashuri do t'i kushtonte gjithçka që ai kishte ndërtuar. Përfundoi duke thënë se duhej ta bënte këtë. Për të. Dhe paradoksalisht, edhe për të. Shtypi dërgo në 3 të mëngjesit. Dhe pastaj e fik celularin. Në ditët në vijim, Elira e shmangu kompaninë. Punoi nga shtëpia duke finalizuar përgjegjësitë e saj në projektin Horizonti, duke u siguruar që gjithçka të ishte e organizuar për çdo që do të merrte vendin e saj. Dardani u përpoq ta telefononte pafund. I dërgoi mesazhe. U shfaq në derën e apartamentit të saj. Por Elira i kërkoi Besës t'i thoshte se nuk ishte. Se i duhej kohë. Ai la letra. Lule. Përpjekje për biseda me shkrim. Por Elira nuk u përgjigj. Sepse e dinte se nëse do ta shihte, nëse do të dëgjonte zërin e tij, nuk do të kishte forcë të ecte përpara. Dhe ajo duhej të ecte. Në prag të nisjes së saj, Elira organizoi një lamtumir të vogël me Besën. Motra e saj u përpoq t'i fshihte lotët, por nuk ja doli. Je e sigurt për këtë? Elira tundi kokën, megjithse për brenda ishte e shkatëruar. Duhet ta bëj këtë. Duhet të di kush jam pa të. Pa hije. Pa gjykimet. Besa e përqafoi. Do të më marrë malli. Edhe mua. Çdo ditë. Dhe do të kthehesh? Elira nuk e dinte përgjigjen. Kështu që vetëm buzëqeshi me trishtim. Nuk e di. Atë natë, Elira nuk mundi të flinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke rijetuar gjithçka. Kafen ku u shfry pa e ditur se ai ishte aty. Takimin në korridor. Puthjen që ndryshoi. Gjithçka. Projektin. Sfidat. Dashurinë që u rrit në mes të kaosit. Dhe pyeti veten nëse po bënte gjën e duhur. Por kur dielli lindi dhe taksia e priste te dera për ta çuar në aeroport, Elira e dinte se nuk kishte më kthim prapa. Mori valixhet, u përshëndet me Besën dhe hyri në makinë. Dhe ndërsa Tirana mbetej pas, ndjeu sikur po linte një pjesë të vetes në atë qytet. Në aeroport, ndërsa priste për fluturimin, Elira ndezi celularin për herë të parë pas ditësh. Kishte 10 mesazhe. Nga Teuta, që i uronte fat. Nga kolegë të vjetër, disa të sinqert, të tjerë kureshtar. Dhe nga Dardani. Kaq shumë mesazhe nga Dardani. Ajo nuk hapi asnjë. Vetëm shkroi një të fundit. Të shkurtër. Të drejt për drejt. Të dua. Por duhet ta bëj këtë. Më fal. Dhe pastaj e fik celularin përsëri. Dhe u nis. Gjatë orëve të gjata të fluturimit për në Rom, Elira qau në heshtje. Jo nga pendimi.
por nga dhimbja. Sepse ndonjëherë të duash dik do të thotë ta lësh të ikë. Do të thotë të zgjedhësh dhimbjen e përkohshme për të shmangur shkatërimin e përhershëm. Dhe Elira besonte se, nëse do të qëndronte, do të përfundonte duke shkatëruar si veten ashtu edhe Dardanin. Do të bëhej burimi I të gjitha problemeve të tij. Arsyeja pse ai do të humbiste gjithçka. Kështu që zgjodhi të largohej. Para se të ishte tepër vonë. Në Rom, filloi nga e para. Punë e re, qytet I ri, jetë e re. Ekipi e Kotex zgjidhje e priti mirë. Puna ishte sfiduese dhe shpërblyese. Dhe dalë nga dalë, Elira filloi të rindërtonte veten. Por netët ishin të vështira. Sepse pavarësisht sa kilometra e ndanin nga Tirana, pavarësisht sa kohë kalonte, Dardani ende zinte mendimet e saj. Ende vizitonte ëndrat e saj. Ende ishte gjëja e parë që mendonte kur zgjohej. Dhe pyeste veten vazhdimisht nëse ai mendonte për të gjithashtu. Përgjigja, nëse do ta dinte, do ta shkatëronte dhe do ta ngushëllonte në të njëjtën kohë. Sepse Dardani jo vetëm që mendonte për të. Jetoi për të. Çdo vendim, çdo frymëmarrje, çdo moment ishte I shënuar nga mungesa e Elirës. Ai nuk kishte hequr dorë. Vetëm po priste. Po planifikonte. Dhe po përgatiste diçka që askush nuk e priste. Diçka që do të ndryshonte gjithçka. Përsëri. Muajt kaluan. Elira krijoi një rutinë në Rom. Punë, palestër, lexim, disa miq të paktë. Mësoi të jetonte përsëri vetëm. Mësoi të ishte e fortë pa u varur nga askush. Dhe ngadalë filloi të krenohej me gruan që po bëhej. Por një pjesë e saj mbeti e thyrë. Pjesa që kishte lënë në Tiranë. Me të. Derisa një ditë mori një email të papritur. Nuk ishte nga Dardani. Ishte nga Teuta. Subjekti thoshte vetëm, duhet ta shohësh këtë. Elira e hapi, kurioze. Kishte një link për një video. Dhe një mesazh. Ai bëri diçka të pabesueshme. Duhet ta shikosh. Me duar që I dridheshin, Elira klikoi linkun. Dhe ajo që pa e la pa frym. Ishte një regjistrim I darkës vjetore të Berisha Holding, një event gala që mblidhte të gjithë punonjësit, drejtorët dhe investitorët. Dhe në sken, para qindra njerëzve, ishte Dardani. Por ai nuk po fliste për fitime apo strategji. Po mbante një flet letre. Dhe filloi të lexonte. Mirëmbrëma të gjithëve. E di që prisnit një fjalim korporativ. Por sot do të bëj diçka ndryshe. Do të flas për të vërtetën. Salla heshti. Për vite me radhë, kam ndërtuar një imazh. Të forcës. Të kontrollit. Të pathyeshmërisë. E binda veten se ndjenjat ishin dobësi. Se të besoje ishte e rrezikshme. Dhe jetova në këtë burg që e krijova vetë. Derisa një person u shfaq dhe shkatërroi të gjitha siguritë e mia Elira në Rom, ndjeu lotët të binin. Ajo nuk më kërkoi asgjë. Nuk kërkoi privilegje. Nuk donte vëmendjen time. Thjesht ekzistoi. Me një sinqeritet brutal që unë nuk isha I përgatitur ta përballoja. Dhe u dashurova. Jo për atë që mund të më jepte, por për atë që më tregoi. Se unë isha ende njeri. Se ende mund të ndjeja. Ai bëri një pauzë, pa audiencën. Shumë prej jush gjykuan. Vunë në dyshim. Dyshuan. Dhe unë nuk ju fajsoj. Sepse pamja e jashtme gënjen. Por unë jam këtu sot për të thënë të vërtetën. Elira Kola nuk u promovua për favorizim. U promovua sepse e meritonte. Sepse dha rezultate. Sepse e transformoi këtë projekt. Dhe po, u përpoqa ta bllokoja këtë fillimisht. Nga frika. Nga frikacakëria. Sepse nuk dija si të përballesha me atë që ndjeja. Lotët I rridhnin në përfytyrë Elirës ndërsa shikonte. Por ajo më mësoi guximin. Më mësoi se të duash nuk është të kontrollosh. Është të besosh. Të mbështesësh. Të lësh personin të shkëlqej, edhe nëse kjo do të thotë ta humbasësh. Dardani e palosi letrën. Elira u largua sepse ndjeu se duhej të provonte vlerën e saj larg hijeve të mia dhe unë e lash të ikte. Sepse e doja shumë për ta burgosur.
por nëse ka një shans sado i vogël që ajo ende beson në atë që kishim, dua që ta di. Unë jam këtu. Duke pritur. Jo për të rindërtuar atë që ishte, por për të filluar diçka të re. Diçka të vërtetë. Pa maska. Pa frikë. Ai pa drejt për drejt në kamera. Elira, nëse po e sheh këtë, dije se nuk ka ditë që të mos mendoj për ty, nuk ka moment që të mos më marr. Malli. Dhe nëse do të kthehesh, mos u kthe për kompaninë, për postin, për statusin. Kthehu tek unë. Dhe ndërtojmë së bashku diçka që është vetëm e jona. Videoja përfundoi me audiencën në heshtje. Dhe pastaj duar trokitje. Jo të sjellshme. Të sinqerta. Elira e fik kompjuterin, duart i dridheshin. Pa nga dritarja e apartamentit të saj në Rom, qytetin që shtrije jashtë. Dhe mori vendimin më të vështirë të jetës së saj. Mori telefonin. Dhe bleu një bilet kthimi për në Tiranë. Sepse disa histori nuk mbarojnë me largime. Mbarojnë me kthime. Me guximin për të provuar përsëri. Me sigurinë se, pavarësisht gjithçkaje, dashuria ja vlen. Dhe Elira ishte gati të kthehej. Jo për të, por për ta. Për gjithçka që ende mund të ishin. Nëse ai ende po priste. Fluturimi nga Roma në Tiranë zgjati vetëm 1 orë e gjysmë. Por për Elirën u dukën si 3 përjetësi. Çdo minutë ishte e mbushur me dyshime, shpresa dhe frikëra që alternoheshin si valë të dhunshme. Po sikur ai të kishte hequr dorë, po sikur fjalimi të kishte qenë vetëm një moment dobësie, po sikur ajo të arrinte dhe të zbulonte se ishte tepër vonë, por thellë, më e fortë se frika, ishte siguria. Siguria se duhej të provonte. Se nuk mund të jetonte pjesën tjetër të jetës duke pyetur veten se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishte pasur guxim. Kur avioni u ul në aeroportin e Rinasit, ishte tashmë natë. Elira mori vetëm një valixhe dore, kishte lënë pothuajse gjithçka në Rom, do t'i merrte më vonë, nëse do të ishte rasti. Kaloi kontrollin e pasaportave, doli nga terminali dhe thithi ajrin e Tiranës. Atë ajër të ndotur, kaotik, por që në një farë mënyre dukej si shtëpi. Mori një taksi dhe dha adresën. Jo të apartamentit të Besës. Jo të shtëpisë së saj të vjetër. Por të godinës së Berisha Holding. Sepse e dinte se, edhe pse ishte natë e shtunë, Dardani do të ishte aty. Ai gjithmonë kishte qenë. Duke punuar. Duke menduar. I vetëm në majë të botës. Gjatë rrugës, Elira shikonte nga dritarja. Qyteti ishte i gjallë, i ndriçuar, pulsues. Rrugët plot, ndërtesat e mëdha, njerëzit që ndiqnin jetët e tyre. Dhe ajo, aty, duke u kthyer në të vetmin vend ku ishte ndjerë vërtet e gjallë. Kur taksia ndaloi para godinës së pasqyruar me 22 kate, Elira pagoi, falenderoi dhe zbriti. Qëndroi në trotuar për një moment duke parë lart. Dritaret e katit të 22 ishin të ndezura. Ai ishte aty. Mori frym thellë. Dhe hyri. Holli ishte bosh, vetëm roja i natës në recepcion. Ai e njohu menjëherë. Zonjusha Kola? Mendova se ishit larguar. U ktheva. Mund të ngjitem? Roja hezitoi, por pastaj tundi kokën. Sigurisht. Zoti Berisha është lart. Elira e falenderoi dhe shkoi drejt në ashensor. Shtypi butonin e katit të 22 dhe u ngjit. Vetëm. Me zemrën që i rrite aq fort sa dukej se jehonte nëpër muret e pasqyruara. Kur dyert u hapën, ajo pa korridorin e gjatë, të heshtur, saktësisht si herën e parë. Dhe në fund, derën e 2 fisht prej xhamit të turbull. Eci ngadalë, çdo hap jehonte. Ndaloi para derës. Dhe këtë herë nuk trokiti. Thjesht e hapi. Dardani ishte me shpinë, i ndalur para dritares, duke parë qytetin poshtë. Kishte veshur një këmishë të bardhë, pa kravat, mëngët e përveshura deri te bëryllat. Duart në xhepa. Qëndrimi i lodhur. Dhe për herë të parë, Elira e pa ashtu siç ishte vërtet. Jo ceoja i pamundur. Por thjesht një burr. I vetmuar. I humbur. Duke pritur. Ajo mbylli derën pas vetes. Tingulli ishte i lehtë, por ai e dëgjoi. U kthye ngadalë.
Dhe kur sytë e tyre u takuan, bota ndaloi. Elira, përshpëriti ai, sikur të mos besonte atë që shite. Ajo bëri një hap përpara. Përshëndetje. Dardani mbeti I palvizshëm, sikur të kishte frikë se çdo lëvizje do ta bënte atë të zhdukej. U ktheve. E pash videon. E pash çfarë the. Ai gëlltiti me vështirësi. Dhe ti beson? Elira ndjeu lotët të binin. Gjithmonë kam besuar. Vetëm se duhej të besoja edhe te vetja. Dardani e përshkoi distancën mes tyre me 3 hapa të gjallë. Ndaloi pikërisht para saj, aq afër sa ajo mund të ndjente nxehtësinë e tij, aromën e njohur të parfumit të tij, intensitetin e atij vështrimi që aq shumë e kishte frikësuar dhe tërhequr që në fillim. Më vjen shumë keq, tha ai, zëri I ngjirur. Për gjithçka. Për mosqenien më I fortë. Për të lënë të ndjeje se duhej të provoje diçka. Për mosluftimin mjaftueshëm. Elira tundi kokën. Jo. Unë kisha nevojë për atë. Kisha nevojë të dija se mund të qëndroja në këmbë vetëm. Se nuk vari nga ti apo nga askush tjetër për të pasur vlerë. Dhe tani e di. Atëherë pse u ktheve? Sepse të mësosh të qëndrosh në këmbë vetëm nuk do të thotë se dua të qëndroj vetëm për gjithmonë. Dhe sepse të dua. Jo pavarësisht problemeve, por me to. Jo sepse je perfekt, por sepse jemi të papërsosur së bashku. Dhe kjo është e vërtetë. Dardani I kapi fytyrën me të dyja duart, gishtat e mëdhenj I fshin lotët. Të dua aq shumë sa më dhem. Aq shumë sa kam kaluar muaj pa mundur të marr frymë siç duhet. Aq shumë sa çdo ditë pa ty ishte si të jetoja për gjysmë. Atëherë mos të jetojmë më. Për gjysmë, përshpëriti Elira. Dhe ata u puthën. Jo me urgjencën e dëshpëruar të herës së parë. Por me sigurinë e thellë të atij që e di se kjo është për gjithmonë. Një puthje që shëronte plag, shkrinte frikëra dhe vuloste premtime. Kur u ndan, Dardani mbështeti ballin te Isai. Çfarë bëjmë tani? Rifillojmë. Por në mënyrën e duhur. Pa u fshehur. Pa frikë. Së bashku. Ai buzëqeshi. Për herë të parë pas muajsh, një buzëqeshje e sinqertë. Më pëlqen ky plan. Ata kaluan orë të tëra në atë zyrë. Duke biseduar. Për gjithçka. Për Romën dhe atë që Elira kishte mësuar. Për Tiranën dhe atë që Dardani kishte përballuar. Për Valbonën, e cila pas fjalimit të tij publik, më në fund kishte hequr dorë nga përpjekjet e saj për sabotim, duke kuptuar se nuk kishte më vend për manipulime. Për të ardhmen që donin të ndërtonin. Dhe kur dielli filloi të lindte, duke pikturuar qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe roz, Dardani bëri një pyetje. Do të kthehesh në kompani? Elira mendoi. Dua të kthehem te projekti. Por jo si punonjëse. Si konsulente e pavarur. Dua të punoj me Berisha Holding, por edhe me kompani të tjera. Dua të ndërtoj reputacionin tim. Rrugën time. Dardani tundi kokën. E respektoj këtë. Dhe do të mbështes. Edhe nëse njerëzit vazhdojnë të flasin, le të flasin. Kush ka rëndësi e di të vërtetën. Dhe kush nuk e di, do ta zbuloj kur të shoh rezultatet e tua. Në javët në vijim, Elira u kthye zyrtarisht në Tiranë. Besa qau nga gëzimi kur e pa. Të dyja u përqafuan për minuta të tëra, pa pasur nevojë të thoshin asgjë. Teuta organizoi një drekë mirëseardhjeje dhe ftoi disa kolegë që vërtet kujdeseshin. Dhe dalë nga dalë, Elira rindërtoi jetën e saj në qytet. Ajo hapi konsulencën e saj, të fokusuar në qëndrueshmëri dhe inovacion. Klienti I saj I parë? Berisha Holding, sigurisht. Por shpejt erdhën të tjerë. Kompani që pan prezantimin e saj në konferencë. Kontakte që Diana Malaj bëri çmos t'ia kalonte, e impresionuar nga guximi I Elirës për të ndjekur rrugën e saj. Dhe marrëdhënia me Dardanin lulëzoi në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk e priste. Ata nuk shiheshin më. Hanin darkë në publik. Shfaqeshin bashkë në evente. Dhe po, ende kishte vështrime. Ende kishte komente. Por tani vinin të shoqëruara me respekt. Sepse njerëzit e shihnin se kjo ishte e vërtetë. Se ata mbështesnin njëri tjetrin.
se ishin partner jo vetëm në dashuri, por në jetë. Muaj më vonë, gjatë një prezantimi të rezultateve të projektit Horizonti, që tani ishte zgjeruar ndërkombëtarisht, Elira ishte në skenë pranë Dardanit. Ajo si konsulente përgjegjëse për zbatimin. Ai si SAEU. Dhe kur mbaruan dhe duartrokitjet jehuan, ata shkëmbyen një vështrim. Dhe e dinin se kishin fituar. Jo kundër të tjerëve, por kundër frikrave të tyre. Por jeta, si gjithmonë, ruan surpriza. Gjatë një darke të qetë në apartamentin që Dardani kishte bler për të dy, në një lagje të gjelbër dhe të qetë të Tiranës, ai e befasoi. Elira ishte në kuzhinë duke përgatitur një sallatë, kur ai u shfaq pas saj dhe e përqafoi nga beli. Kam diçka për të thënë, tha ai. Elira u kthye, kurioze. Çfarë ka? Mora një propozim. Nga një grup investitorësh evropian. Duan që unë të marrë përsipër një projekt të përbashkët, diçka më të madhe se gjithçka që kam bërë ndonjëherë. Por do të kërkoj që unë të kaloj gjysmën e vitit duke udhëtuar. Evropë, Azi, Amerikë e Veriut. Elira ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Dhe ti do ta pranosh? Dardani hezitoi. Do të ishte e pabesueshme profesionalisht. Por jo pa ty, ajo e shikoi. Çfarë po thua? Po them se nëse ti vjen me mua, unë e pranoj. Nëse ti qëndron, unë e refuzoj. Kaq e thjesht. Elira ndjeu syt t'i digjinin. Nuk është e thjesht. Ti nuk mund ta vendosësh karrierën tënde në duart e mia, nuk po vendos karrierën time. Po vendos jetën time. Dhe jeta ime pa ty nuk ka kuptim. Elira mori frym thellë. Atëherë shkojmë bashkë. Por me një kusht. Cili? Që konsulenca ime të vazhdoj të funksionoj. Që unë të mos jem vetëm shoqëruesja jote, por një profesioniste e pavarur që punon pranë teje. Si partnere. E barabartë. Dardani buzëqeshi. Nuk do ta pranoja ndryshe. Dhe kështu vendosën. Në muajt në vijim, planifikuan gjithçka. Elira e strukturoi konsulencën e saj për të funksionuar nga distanca, punsoi një ekip të vogël në Tiranë dhe vendosi partneritete ndërkombëtare. Dardani rregulloi agjendën e tij, siguroi që do të kishin një bazë fikse diku, që nuk do të ishte vetëm një jetë me valixhe. Dhe një vit pas asaj here të parë kur Elira kaloi korridorin dhe puthi burrin e pamundur, ata ishin në Vjenë. Duke jetuar në një apartament me pamje nga Danubi. Duke punuar në projekte që ndryshonin industri. Duke jetuar një jetë që nuk e kishin imagjinuar kurrë. Por më e rëndësishmja nuk ishte ku ishin. Ishte me kë ishin. Një natë të ftohtë dimri vjenez, ulur në një kafene të vogël buz lumit, Dardani kapi dorën e Elirës mbi tavolinë. E pa me atë vështrim të thellë që ende e bënte të dridhej. Ti e di që unë kur nuk kam besuar në fat, apo jo? Elira. Buzëqeshi. E di. Gjithmonë ke thënë se ne e ndërtojmë fatin ton. Pikërisht. Por pastaj u shfaqe ti dhe i ngatërove të gjitha teoritë e mia ajo qeshi. Më fal? Mos kërko falje. Më bëre të kuptoj se ndoshta disa gjëra janë më të mëdha se kontrolli ynë. Ndoshta disa njerëz janë të pashmangshëm. Elira ja shtrëngoi dorën. Dhe ti je i pashmangshëm për mua. Dardani mori frym thellë. Atëherë, martohu me mua? Bota e Elirës ndaloi. Çfarë? Ai buzëqeshi, nervoz në një mënyrë që ajo nuk e kishte parë kurrë. Martohu me mua. Jo sepse kështu pritet. Jo sepse është hapi tjetër logjik. Por sepse nuk mund ta imagjinoj një ditë të jetës sime pa ty, sepse ti më bëre të besoj se e meritoja të isha i dashur. Dhe sepse dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke të bërë të ndihesh po kështu. Elira ndjeu lotët të binin. Dhe pa hezituar u përgjigj. Po. Dasma u bë 6 muaj më vonë. Ishte e vogël, intime, në një kantinë vere në Austri. Vetëm familja dhe miqt më të afërt. Besa ishte shoqëruesja e nusës, sigurisht, dhe qau gjatë gjithë ceremonisë. Teuta erdhi nga Tirana, bashkë me disa kolegë që ishin bërë miq të vërtetë. Dhe kur Elira eci drejt Dardanit, e veshur me një fustan të thjeshtë por të bukur, me lule në flok, ai qau. Për herë të parë në jetën e tij të rritur, Dardan Berisha qau në publik. Jo nga trishtimi.
por nga lumturia absolute. Dhe kur u puthën pas betimeve, të gjithë duart trokitën. Jo sepse pritej, por sepse ishte e pamundur të mos emocionoheshe para kaq shumë dashurie. Vitet në vijim ishin të rritjes profesionale dhe personale. Konsulenca e Elirës u bë referencë ndërkombëtare. Dardani zgjeroi bizneset e tij në mënyrë të qëndrueshme dhe etike. Dhe së bashku krijuan një fondacion që ndihmonte profesionistët e rinj të zhvillonin karrierat e tyre, veçanërisht gratë që përballeshin me paragjykime dhe bariera në treg. Dhe pastaj, një pasdite me diell pranvere, Elira zbuloi se ishte shtatzën. Kur i tregoi Dardanit, ai e përqafoi aq fort sa mezi merrte frym. Dhe i pëshpëriti në vesh. Faleminderit për gjithçka që më zgjodhe, që më transformove, që më dhe një familje. Elira, qau. Qau nga gëzimi. Qau nga mirënjohja. Qau sepse më në fund, pas kaq shumë vuajtjesh, kaq shumë lufte, kaq shumë frike, kishte gjetur paqen. 9 muaj më vonë, lindi Elena. Një vajzë me sy të errët si të babait dhe vendosmëri të nënës. Dhe kur Dardani e mbajti për herë të parë, me atë vështrim magjepsieje të pastër, Elira e dinte se gjithçka ja kishte vlejtur. Çdo lodh, çdo dyshim, çdo moment dhimbjeje. Të gjitha e kishin çuar aty. Te ajo familje. Te ajo dashuri. Vite më vonë, kur Elena ishte 5 vjeç dhe tashmë tregonte shenja se do të ishte po aq kokfort sa prindërit, familja u kthye në Tiranë për një vizitë. Besa, tani e martuar dhe nën binjakësh, organizoi një drekë familjare. Dhe ndërsa fëmijët luanin në kopsht, Elira dhe Dardani u ulën në taracë, duke vëzhguar qytetin që i kishte bashkuar. Pendohesh për ndonjë gjë? Pyeti Dardani. Elira mendoi. Për puthjen në korridor, për videon që doli, për ikjen në Rom, për gjithçka. Ajo tundi kokën. Asnjë sekondë. Sepse gjithçka më solli këtu. Dhe këtu është pikërisht vendi ku dua të jem. Dardani e tërhoqi afër. I puthi majën e kokës. Të dua. Edhe unë të dua. Gjithmonë do të dua. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke pikturuar qiellin me ngjyra të pamundura, Elira mendoi për të rënë që një ditë kaloi atë korridor. E friksuar. E humbur. E lënduar. Dhe falenderoi në heshtje. Sepse ajo e re pati guxim. Guxim të puthte të pamundurën. Guxim të përballej me gjykimet. Guxim të largohej kur duhej. Dhe më e rëndësishmja, guxim të kthehej kur dashuria e thirrri. Sepse në fund nuk ka të bëjë me shmangjen e gabimeve. Ka të bëjë me guximin për të jetuar. Për të ndjerë. Për të rrezikuar. Dhe për të besuar se dashuria, kur është e vërtet, ja vlen çdo plagë. Dhe ajo dashuri ja vlente. Ja vlente çdo lodh. Çdo betejë. Çdo moment. Dhe do të vazhdonte të vlente. Për gjithmonë. Sepse disa histori nuk mbarojnë. Thjesht transformohen. Në kujtime. Në mësime. Në dashuri që përshkon kohën. Dhe historia e Dardanit dhe Elirës ishte pikërisht kjo. Një histori dashurie. E vërtet. E papërsosur. Por absolutisht reale. Dhe kështu, gruaja që puthi të pamundurën zbuloi se e pamundura ishte thjesht një fjalë tjetër për atë që ende nuk kishim guximin ta provonim. Dhe kur provojmë, kur vërtet i lejojmë vetes të ndjejmë, të duam dhe të luftojmë, zbulojmë se nuk ka asgjë të pamundur në dashuri. Vetëm të përjetshme. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Dardanit dhe Elirës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dashurie, guximi dhe rinisjeje, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim rrëfime intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të besojmë se dashuria e vërtet, sado e pamundur, të duket, gjithmonë e gjen rrugën e saj. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet.